Në këtë edicion do të ndiqni. Infrastruktura e dobët po e vështirëson qarkullimin e makinave e kombusorëve. Mbeturinat shkatrojnë habitatin e peshqve në lumin Krena pranë rrugës 14 Qershori. Një qershori u festua në mënyra të ndryshme gjithandej Gjakovës. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Infrastruktura rrugore është padyshim nevojë elementare e njeriut. Mungesa e një infrastrukture të rregullt po shkakton vështirësi të shumta për qarkullim të automjeteve e kombusorëve në Gjakov. Në vazhdim shohim gjendjen e disa rrugëve brenda qytetit, të cilat janë përplot me gropa. Banorët dhe kalimtarët po përballen me vështirësi të vazhdueshme për shkak të gjendjes së rënduar infrastrukturore në disa rrugë të qytetit të Gjakovës. Rruga Gjon Sereqi paraqitet në gjendje të mjerueshme, me dëmtime të shumta në asfalt që po vështirëson lëvizjen e automjeteve. Nga pamjet e siguruara nga ekipi në terren vrehen edhe pusetat e dëmtuara, të cilat përbëjnë rrezik shtesë për qytetarët. Kjo rrugë karakterizohet nga frekuentimi i lartë, megjithatë banorët thonë se problemi ka mbetur pas zgjidhje prej kohësh. Gjendje jo e mirë paraqitet edhe në rrugën Dashmir Krasniqi, ku ende janë të dukshme gropat e hapura në rrugë. Sipas banorëve, disa nga dëmtimet kanë mbetur të pasanuara pas punimeve të kryera aty. Mbrojtja e mjedisit e veçanërisht e lumenve është shumë e rëndësishme për të gjithë. Megjithatë, kjo gjë nuk po ndodh pothuajse asnjëherë, pasi gjendja e lumenjve gjithandej nuk është as pak e mirë. Ndalohet peshkimi, por peshk nuk ka. Po ashtu ndalohet hudhja mbeturinave, por mbeturina ka plot. Në shtratin e lumit Krena, në afërsi të rrugës 14 Qershori, ani pse ndalohet peshkimi, nuk mund të gjesh peshqi për shkak se habitati i tyre është bërë i pajetueshëm për shkak të mbeturinave prezente. Kjo zonë është kthyer në deponi të mbeturinave, ku persona të papërgjegjshëm hudhin gjësende nga më të ndryshmet. Mediumi ynë ka raportuar edhe herë të tjera për këtë dukuri, por kjo situatë po vazhdon të ngjajë përsëri. Këto pamje janë një alarm për organet mbikëqyrëse, të cilat duhet ndërmarrur masa për parandalimin e këtij fenomeni. Pavarësisht alarmit të lëshuar nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë për largimin nga tregu të specit të kuq të bluar të brendit Besiana, ky produkt vazhdon të gjendet në raftet e disa marketeve në Gjakov. Au njoftoi se produkti është identifikuar me prezencë të pesticidit të ndaluar, karbofuran, mbi kufit e lejuar, por i njëjti vazhdon të hastet në disa rafte të marketeve. Pavarësisht alarmit të lëshuar nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë për largimin nga tregu të specit të kuq të bluar të brendit Besiana, ky produkt vazhdon të gjendet në raftet e disa marketeve në Gjakov. AOV njoftoi se produkti është identifikuar me prezencë të pesticidit të ndaluar karbofuran mbi kufit e lejuar pas kontrolleve të kryera përmes sistemit evropian të alarmit të shpejtë për ushqim. Autoritetet kanë kërkuar tërheqjen e menjëhershme të produktit dhe kthimin e tij nga konsumatorët në pikat e shitjes. Produkti i prekur është i brendit Besiana, me peshë netu 200 gram, i prodhuar nga kompania Ananas Impex SHPK në Podujev. Megjithatë, gjatë vëzhgimeve në terren, është konstatuar se produkti ende u ofrohet qytetarëve për blerje në disa markete. Një qershori për nxënësit e shkollës Zekeria Rexha ishte ditë shumë e veçantë. Nxënësit e shkollës u argëtuan në mënyra të ndryshme me aktivitete të shumta, të cilat i kishin përgatitur për të shënuar ditën e fëmijëve. Në oborrin e shkollës Zekeria Rexha, sot nuk dëgjoheshin vetëm tingujt e zilës së mësimit. Për të katërtin vit me radhë, në këtë shkollë, aktivitetet e një qershorit organizohen të ndara sipas niveleve, ndërsa gjithë dita zhvillohet në 3 faza.
Të shpërndarë në çdo cep të shkollës, nxënësit e klasave të ndryshme po zhvillojnë aktivitete të organizuara së bashku me mësimdhënësit e tyre. Drejtori i kësaj shkolle, Flora Trudi, na tregoi më shumë detaje rreth organizimit dhe zhvillimit të kësaj dite. Gjatë ditës sotme, përnder të festës 1 qershori, ditën ndërkombëtare të fëmijëve, sot në shkollën tonë janë zhvilluar aktivitete të ndryshme. Ky aktivitet brenda ditës konsidon 3 faza të ndryshme. Faza e parë e ditës zhvillohet brenda klasës me mësimdhënësit lëndor, aktivitetet të cilat zhojnë kurreshtin për 1 qershorin. Pastaj aktiviteti i dytë janë aktivitetet të cilat këshilli i klaseve përkatësisht paraleleve i kanë përzgjedh për mi realizuar me nxënësit e asaj gjenerate, ndërsa faza e tretë është faza kur ne rshojmë pak muzikë për gjithë nxënësit e shkollës dhe ja argtojmë në kuadër të atij ndrimi. Gëzimi i kësaj dite pasqyrohet edhe në fjalët e këtyre fëmijëve, të cilët me emocione ndan mendimet e tyre për 1 qershorin. Sot dita e 1 qershorit, festa e fëmijëve, që fëmijët do të luajnë shumë aktivitete dhe do të kenë buzëqeshjen e fytyrë. Sot dita e 1 qershorit, dita kombëtare e fëmijëve. Ne bëjmë shumë aktivitete për dirë të 1 qershorit dhe unë uroj gjithë fëmijëve që të kanë buzëqeshje në këtë ditë. Aktivitetet do të mbyllen orën e pasdites me kuizin e ditorisë, ku nxënësit do të kenë mundësinë të testojnë njohuritë e tyre në një atmosferë festive. Kështu, secilit nivel ju dha hapësirë për të shprehur kreativitetin dhe talentin e tyre, duke e kthyer 1 qershorin në një festë të vërtetë të fëmijëve. Në mënyrë të veçantë 1 qershorin e shënuan edhe fëmijët e ansamblit Ardmëria. Me defilim e valle popullore, ata mbushën rrugët e qytetit të Gjakovës me plot hare. Nëpër rrugët e qytetit të Gjakovës, mes ngjyrave të festës dhe atmosferës plot gjallëri, fëmijët e grupit të valleve Ardmëria sollën një nga momentet më të bukura të ditës në festën e 1 qershorit. Të veshur me kostume tradicionale, ata vallëzuan një valle që tërhoqi vëmendjen e çdo kalimtari. Udhëheqësi artistik i këtij grupi tregoi se sa i rëndësishëm është festimi i kësaj dite për fëmijët e grupit të valleve. Aktivitetet tona për datën 1 qershor janë shumë të rëndësishme, sepse fëmijët e grupit tonë Ardmëria nga Gjakova e gëzojnë shumë këtë ditë dhe dalin e festojnë me vallet më të mirat të qytetit Gjakovës. Ky aktivitet mahet me vitet e tëra, sepse ne si ansambël i organizojmë po edhe në këtë ditë, po edhe në ditëve tjera, gjithmonë ju japim mundësi dhe përparësi të rive dhe të rejave që ta gëzojnë ditën e tyre, që t'jemi sa më të kujdesshëm dhe t'i realizojmë të gjitha ëndrave fëmijëve tanë. Njëri nga valltarët shprehu emocionet e tij. 1 qershor simbolizon ditën e fëmijëve, të gjithë fëmijëve kudo që jetojnë. Ne fëmijët duhet të jemi të kënaqur me këtë ditë që e kemi. Në këtë ditë e kena kaluar shumë mirë me ekipën e vallëve tona, Ardmëria, të cilët kena dalë të shoqëruar nga trajnerët tonë, kena dalë të shoqëruar duke kënduar, duke kërcyer. Grupi i vallëve Ardmëria tashmë e ka kthyer në traditë shënimin e ditëve të veçanta, me defilim dhe valle nëpër rrugët e qytetit të Gjakovës. Me aktivitete e dhurata të shumta, qendra tregtare Center Malle bëri 1 qershorin ditën më të lumtur për të gjithë fëmijët e Gjakovës. Ata u argëtuan pafund me aktivitetet e shumta që u zhvilluan vetëm për ta. Me aktivitete argëtuese, lojra dhe dhurata, qendra tregtare Center Malle e shënoi 1 qershorin ditën ndërkombëtare të fëmijëve, duke krijuar një atmosferë festive për më të veçlit. Fëmijët të shumt ju bashkuan aktiviteteve të organizuara enkas për ta, ku përveç lojrave të ndryshme, ata patën mundësinë të shijojnë edhe ngjyrosin e fytyrës. Sot është qershori i parë, na jena orë me këty edhe kena taku Stitchin edhe Angel edhe Mario e jena kënaq. Atmosferën festive e shijoi edhe Dion Bala, i cili së bashku me bashkëmoshatarët të tij kaloi momente të këndshme në këtë organizim. Sot është 1 qershori, dita e fëmijëve, na kena ardhur në Center Malle më festu edhe më kënaq. Me buzëqeshje, lojra dhe shumë argëtim, fëmijët mbyllën këtë ditë të veçantë, e cila për ta solli gëzim dhe kujtime të bukura në festën e tyre.
Në materialin e radhës kuptojmë çmimet e derivateve të përcaktuara nga Ministria e Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë për ditën e sotme. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka publikuar çmimet e derivateve të naftës për ditën e sotme, sipas vendimit të Mintit të datës 5 prill 2026 për çmimet maksimale të lejuara për naftën dhe derivatet e saj. Sipas këtij ligji, për ditën e sotme, çmimi maksimal i lejuar për derivate është 1.50 euro për 1 litër naftë, 1.42 euro për 1 litër benzin dhe 0.73 euro për 1 litër gaz. Çmimet duke të kanë pësuar rënje, krahasuar me çmimet e datës 8 prill, ku 1 litër naftë çmimin maksimal të lejuar e kishte 1.89 euro, benzina 1.46 euro për litër dhe gazi 0.77 euro për litër. Minti vazhdon të monitorojë lëvizjet në tregun e derivateve dhe të përcaktojë çmimet maksimale të lejuara në përputhje me zhvillimet në tregjet ndërkombëtare të naftës. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit. Para të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Infrastruktura e dobët po e vështirëson qarkullimin e makinave e kombusorëve. Mbeturinat shkatrojnë habitatin e peshqve në lumin Krena pranë rrugës 14 Qershori. Një qershori u festua në mënyra të ndryshme gjithandej Gjakovës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeqni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.